Rikëthujem në studio, ndërsa që ndrojmë në pjesën e dytë të emisionit të mëngjesit, ku edhe paralajmëruam të ftuarin dhe temën e ditës. Pashkët, një nga festat më të shenjta dhe më të bukura të kalendarit katolik, janë një kohë e veçantë për reflektim, shpresë dhe ringjallje. Ajo është një mundësi për të bashkuar besimtarët në lutje, për të kujtuar sakrificat dhe dashurinë e madhe të Krishtit për njerëzimin dhe për të shprehur falënderime për dhuratat e jetës. Pashkët janë një festë që shojnëzojnë triumfin e jetës, mbi vdekjen, dritën mbi errësirën dhe shpresën mbi dëshpërimin. Në këtë mëngjes të Pashkëve do të shqyrtojmë thelbin e kësaj feste, do të diskutojmë për mesazhin e Krishtit të ringjallur dhe për ndikimin e Pashkëve në jetët tona si individ dhe si komunitet. E në këtë periudhë të shenjtë le të frymëzohemi nga dashuria dhe shpresa që ky moment sjell në zemrat tona. Me neve në studio kemi nderin dhe kënaqësinë të kemi priftin Gabriel Grabanica. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që jeni sot me neve dhe urime edhe një herë. Mirëmëngjesi, mirë se u gjeta, edhe përshëndetje për teleshikuesit e TV Teutës. Mirë se erdhët. Na tregoni pak se çfarë përfaqësojnë Pashkët për fen katolike. Pashkët për fen katolike janë themeli i besimit tonë. Pa Pashkë nuk do të ishim ne çka jemi, si katolik, si krishterë. Është një javë e rëndësishme për ne, sikur se thash, janë shtyllat e besimit tonë. Tu i fillue prej javës shenjtë, që është e njëjtja, premtja, shtunja dhe dilja e ringjallja e Krishtit. Gjithë kjo në një farë mënyrë është themeli edhe baza e besimit tonë katolik. Cili është mesazhi kryesor që Kisha Katolike dëshiron të përcjellë në këtë festë? Fjalët e para të Krishtit të ngjallën janë paqja. Natyrisht gjithmonë vit mas viti e shohim se është temë aktuale, nuk ka qenë vetëm dikur, është edhe sot. To e pa këtë botë me këto tronditje, natyrisht se një ndër fjalët kryesore do të jenë fjala paqe, paqe për gjithë njerëzit, paqe për ato vende ku ka lufta, paqe për ato vende ku këto ditë nuk mund të festohen në mënyrë të qetë. Por gjithashtu Kisha ka edhe një mesazh të këtij viti që Papa Francesco ka shpallë si vit jubilar, edhe ju në fillim të programit e thatë shumë mirë, jemi shteggtar të shpresës, shpresa dhe dëshpërimi. Aty ku mungon shpresa vjen dëshpërimi, e ku dëshpërimi është shkatërrimi. Kështu që i kena dhënë orientim nëpër kishat tona, përgatitjet tona shpirtërore, predikimet tona e kanë këtë orientim pikërisht, pasi që edhe jemi në një vit jubilar të Kishës Katolike, si është jubileu për shpresën, shteggtar të shpresës. Pse ringjallja e Krishtit është kaq e rëndësishme për fen katolike? Po vdekja gjithë na trishton, duket se aty përfundon gjithçka, edhe me Krishtin në një farë mënyrë edhe kjo frikë është në poshtë, fillon diçka e re, ka gjithmonë shpresë. Natyrisht me Krishtin fillon një menim ndryshe mbi jetën toksore, po dhe jetën e përtejme. Për këtë arsye është vend që na jep kuptim për me jetuar, me vepruar edhe me besuar për të ardhmen. Le të ndalemi pak edhe tek përgatitjet. Si përgatiten priftërinjët për festën dhe javën e shenjtë të Pashkëve? Është një javë, por është gjithsej qysh në të mërkurën e përhimjes, që edhe ne hymë atë pjesën kreshmore për 40 ditë, një lloj agjerimi, lutje, përgatitje shpirtërore, por edhe java e madhe, java e shenjtë, ka edhe përgatitje, edhe angazhim, edhe në aspektin shpirtëror, por gjithsesi ka edhe në aspektin material, për arsye se çdo ditë është e veçantë, çdo ditë me ngjyra të ndryshme, çdo ditë me liturgji të ndryshme. Kështu që është e dendur, nga një herë është frika që të futen në këtë aventurën e programeve të materiale, si e kërkon liturgjia, të harrojmë edhe të shpirtënorën, por Kisha gjithmonë na ban me dije se duhet me pas kujdes, edhe është një shans i mirë sepse gjithë liturgjia e javës madhe bëhet masditje në mramje,
Kështu që pas se e kryjmë atë liturgjinë në shërbim të besimtarëve, meshtari do të gjenë kohë për vete pak që tullet edhe të reflektoj, të meditoj, sepse edhe ne jemi njerëz, edhe ne lodhena, edhe kena nevojë një rifreskim shpirtëror edhe trupor. Patjetër. Cila është domethënia e meshës së Pashkëve dhe çfarë bën atë të veçantë sipas juve? Këto 3 ditëshin e Pashkëve që është e njëjtja, premtja dhe shtunja, janë një lloj zinxhiri të lidhur njëra me tjetrën, por e shtunja, mesha e mramjes është nana gjithë liturgjisë kishtare, zgjatë është liturgjia më e gjatë, është jehona e ngjalljes Krishtit. Bëhet bekimi i ujit, ku për një vit pagëzohen foshnjat me atë ujë. Në një farë mënyrë është një lloj ripërtrirje e gjithë universit. Për këtë arsye, është domosdoshme të kalohet përmes kësaj nate, e cila kombon zani i shpresës, zhduket fuqia e vdekjes, kemi shpresë, forcojmë shpresën, forcojmë jetën, forcojmë rrugtimin ton, edhe sikurse thash, do e forcoj shpresën, e zhdukim edhe e ulim tepër dëshpërimin. Me tregoni si mund ta përjetojë një njeri i zakonshëm edhe nëse nuk është shumë praktikues shpirtin e Pashkëve. E ndjen? Po me siguri se domosdoshmërisht jena të ekspozuar në këto festa, sidomos tash edhe këto rrjetet sociale dhe reklamat, domosdoshmërisht kena me u taku me simbolikën e festës së Pashkëve. Është një festë që mund të hyjnë gjithë. Janë disa të cilët vendosin se si me përjetue, ma fort, me angazhime konkrete, personale, me angazhime familjare, me angazhime në familji, po janë edhe këta akterët anësor, ata që janë ma pak besimtar, ma pak praktikant, por që në disa raste domosdoshmërisht në një farë mënyre tu e pa, tu i ndëgju, bëhet pjesëmarrës, edhe përmes rrjeteve sociale, edhe përmes televizionit, etj. Kështu që secili ka me pas një lloj përjetimi të festës së Pashkëve. A ka ndonjë mesazh të veçantë që kisha dëshiron të jap rinisë shqiptare për këtë festë? Rinia shqiptare, në veçanti këtu ku ne shërbejmë, në Ulqen, gjithsesi ka marrë mesazhin, sikur se thash, jemi në vitin jubilar, është shtektar të shpresës. Rinia janë bashkuar në aktivitetet e Kishës Katolike këto, me aktivitetet ndryshme, me shtegtime. Kemi pas shtegtimin e parë në Kishën e Laçit, që është një shtegtim shpirtëror, pastaj gjatë Kreshme me Ullën e Kryqit në rrugët e Salçit, tamam një rrugë e ngjashme me rrugën e Kalvarit. Do të kemi edhe shtegtime tjera deri në Romë, në vende të ndryshme. Në një farë mënyrë rinia është e inkuadruar, e kupton mirë mesazhin që Kisha ka dhënë përmes papës, po edhe përmes i Pezhnivën, këtë rast përmes ne meshtarëve. Do të kemi takimin rinor për tanë rininë e dioqezës së Argjeperzhisë së Tivarit, që bëhet me 26 ditën e shtunë, 26 prill. Në një farë mënyrë ata kanë pranuar mesazhin edhe janë bashkëpjesëmarrës në këtë shtegtim të shpresës. Ju personalisht, si e përjetoni këtë periudhë? Keni ndonjë moment që ju prek më tepër shpirtërisht? Po, dikur unë kam qenë pjesëmarrës, kur nuk kam qenë meshtar, edhe isha pjesëmarrës në liturgjinë e kohës së Kreshme me podhët Pashkëve. Tash jam ai i cili i udhëheqi e shoh se të tjerë janë pjesëmarrës. Natyrisht secila ditë është emocionuese, sikur se thash, është liturgji e veçantë, enjtja e madhe është një meshë, një liturgji në vete, që ndryshon pastaj prit premtës, që është liturgji krejt tjetër, ngjyra tjera, e shtune është një përgatitje dhe një emocion i veçantë, sepse i ka simbolikat dhe gjestet dhe mjetet me cilat ne shërbejmë atë natë. E dita Pashkëve është tamam me mujtë me gëzu, por ne si meshtar e kemi edhe këtë lodhjen edhe fizike, sepse jemi njerëz edhe lodhena. Pastaj kemi shansë gjithmonë në ditën e hane me e përjetue, me meditue, me reflektue, me u taku bashkë me meshtar tjerë, me ulë edhe në një sofër së bashku. Gjithmonë
pas pashve duhet gjemë edhe këtë e kena me eksperiencën tonë që gjemë një lloj rifreskimi edhe shpirtënor, një lloj përjetimi edhe natyrisht edhe një bisedë se si kemi kaluar gjatë javës së madhe, javës së shenjtë. Patjetër, cili është ai mesazhi juaj që doni t'i jepni shqiptarëve sot në këtë mëngjes Pashke? T'jemi shembull edhe kontribues të njerëzve të shpresës, t'japim shpresë njerëzve, popujve. Jemi popull i vogël, por gjithsesi me jetën tonë, angazhimet tona mund të jemi shembull i mirë, sikurse kena qenë historikisht shembull i mirë. T'jemi njerëz të cilët ma tepër se kur kena vujt për paqe, dhe tash po shohim se në shumë vende ka nevojë paqen me cilën edhe ne jemi ballafaqur në kalumen, e kuptoj mirë se çka do të thonë. Fjalët e Jezusit janë jo që kanë ndodhur para 2000 vjetëve, por janë aktuale edhe sot. Domethënë t'jemi shtegtar të shpresës, ta zhdukim në një farë mënyrë dëshpërimin. Më pëlqej hyrja juaj në këtë pikë, edhe pse nuk jemi dakordsu për këtë çështje, por edhe paqja që kena nevojë, sepse pa paqe si mund të jetojmë, si mund të festojmë, si mund të celebrojmë, si mund të gëzohna. Kështu që edhe gjithë shqiptarët që festojnë, edhe gjithë besimtarët, edhe gjithë njerëz e vullnet mirë, ju dëshiroj që ta forcojnë shpresën jetën e tyre, ta minimizojnë, ta zhdukin dëshpërimin, por edhe të luftojmë në një farë mënyrë, të angazhohen atë jemi njerëz që sjellim paqe, përmes paqes sjellim edhe buzëqeshjen. Gëzuar Pashkët edhe njëherë dhe faleminderit që ishit këtë mëngjes me neve për të folur për të gjithë ato shikues që festojnë, gëzuar edhe atyre. Gëzuar edhe atyre, edhe gjithë ju edhe si stafe që jeni të mrekullueshëm në programet e juaja. Faleminderit. Shikues të radio televizionit të UTA, ne do të vijojmë tashmë edhe me rubrikën e kinematografisë, do të shohim se çfarë kemi përzgjedhur për këtë mëngjes.